Përsëri bashkë në studio tani të nderuar shikues për të nisur intervistën, një bisedë me deputeten e Partisë Demokratike zonjën Albana Vokshi për zhvillimet më të fundit që ka ndodhur përgjatë kësaj jave. Mesjava ishte me më tepër informacione këtej deri në momentet që flasim. Mirë se vjen zonja Vokshi, kënaqësi. Faleminderit për ftesën, Isil. Si keni ndjekur këto zhvillime që në fakt SPAK-u krye fjala, po kështu gjykata kushtetuese do t'i marrim me radhë, por gjithsesi paraqitja e zonjës Balluku në SPAK-u fol ditë më parë derisa u zyrtarizua. Ka qenë një javë me shumë ngjarje politike, shumë intensive, por disa prej atyre ngjarjeve në fakt duhet ishin të vonuara. Janë të vonuara, pra duhet ishin zhvilluar që para muajsh, javësh, pse jo dhe vitesh, dhe e kam fjalën për thirrje nga ana e SPAK-ut për zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Në ndërkohë që ngjarja tjetër, siç e përmendët dhe ju, ishte seanca e gjykatës kushtetuese për Erion Velian, që dëshmoj edhe një herë që ka rënë rendi kushtetues në fakt, kur presidenti është bërë jo pal, por thjesht firmos çdo dëshirë, çdo shkresë që i shkon, mund të them edhe e gatshme nga ana e kryeministrit. Pra, kemi pasur rrëzimin e 2 komisioneve timore në parlament, duke vijuar edhe në linjën e mohimit të gjitha hapësirave të opozitës dhe në fakt edhe shkeljen flagrante të nenit 7 të kushtetutës, që thotë që Shqipëria duhet të ketë pra check and balance, kontroll dhe balancim të pushteteve, në ndërkohë që kjo nuk po ndodh sepse të gjitha pushtetet janë në duart e një personi të vetëm. Pra të gjitha ngjarjet e javës së fundit dëshmojnë që Edi Rama tashmë kontrollon pothuajse më shumë se 95% të pushteteve dhe po vijon në këtë drejtim për të marrë për të grumbulluar shumë e më shumë pushtete në duart e tij. Por ti marrim me radhë, ju thoni se Rama po kontrollon gjithçka. Paraqitja e zonjës Balluku në SPAK, zyrtarisht e pandehur me një komunikim të akuzës. Po këtu, pjesa e Ramës ka dalë jashtë kontrollit të Ramës situata, nëse i qëndrojmë gjithmonë asaj që ju thoni? Kam një pyetje. Nëse mendojmë që jemi në një shtëpi, apo në një ndërmarrje, apo në një institucion, dhe çdo kush që hyn brenda atij institucioni apo kësaj shtëpie, vjedh, grabit, dhe personi që është atje te dera dhe mbikëqyr familjen, shtëpinë, institucionin, nuk di gjë, bën sikur nuk di gjë, po çdo kush tjetër brenda vjedh dhe grabit, është i korruptuar. Pra, ky personi që duhet të ruajt, kontrollojt, monitoroj, të urdhëroj, tani ose është krejtësisht i paaft, pra në rastin konkret, a është Rama krejtësisht i paaft për të kontrolluar gjithë ministrat, kryetarët e bashkive dhe çdo person tjetër në institucionet që ai duhet i drejtojë sepse është kreu i qeverisë, ose është budalla dhe nuk kupton se çfarë bëjnë ndihmësit e tij, krahu i tij, krahët e tij, sepse nuk është e para, krahët e tjerë të djathtë tashmë ose i ka degdisur ose i ka quar në burg. Pra, ose është i paaft, ose është budalla, dhe për të dy arsyet ai duhet ikë, ose është kreu i piramidës së një sistemi që ai e ka ngritur vetë. Te kush ose jeni ju nga këto që përmendet? Kush jeni juve? Si mendoni juve? A është Rama budalla? Unë mendoj që nuk është. A është Rama i paaft? Unë ja lë publikut që t'i japi përgjigje kësaj pyetje. Apo është ajo koka e piramidës që e ka ngritur? E mbani më në 2013 që thoshte që korrupsioni është një sistem, nuk janë emra, nuk janë individ. Po tani që jemi në nivelet shumë herë më të larta të korrupsionit dhe nuk e themi ne, po e thonë gjithë raportet e ndërkombëtarëve. Pra, a është ky kreu i gjithë saj piramide? Dhe tjetra, e sigurt, nisi, mendimi im të paktën, është që Rama do t'i lëshojë të gjithë, boll që vetja e tij të mos preket. Në këtë rast e ka lëshuar Ballukun, kam parasysh këtu atë deklaratë të parë që bëri pyetur nga gazetari Deutsche Welles. Si ju duk ajo deklaratë e Ramës, drejtësia të bëj punën e saj, ne bëjmë punën tonë? Në fakt, nëse shohim në një nën tekst të Ramës. Po,
Pyetja tjetër që vjen është, a ishte Rama me Belindën në Turqi? Pikërisht për këtë aferë që Belinda të paktën zyrtarisht është në nënhetim? Mendoni se do të flasë Arben Ahmetaj këtu? Ka folur Arben Ahmetaj. Prandaj them që është e vonuar. Është e vonuar. Unë të paktën ai edhe atje ku është, ka bashkëpunuar në faktin që ka dhënë informacion të mjaftueshëm për drejtësinë që duhet ta kishte hapur këtë çështje dhe ta kishte hetuar shumë kohë më përpara, para zgjedhjeve, në mënyrë që të mos lejonte persona që kanë bërë afera të tjera korruptive të zgjidheshin, të drejtonin qarqe duke kryer krime elektorale të shumta madje për sa i përket Belinda Ballukut, por ku është Rama këtu? A kanë qenë bashkë, sepse e ka treguar Arben Ahmetaj. Dhe kjo ka këtu ka dhënë, mendoj unë, si edhe herë të tjera, ndihmesën edhe Partia Demokratike, sepse çdo informacion që neve kemi pasur, e kemi dërguar, pavarësisht pretendimeve që ne kemi që drejtësia funksionon jo me 1-2 standarde, po funksionon me shumë standarde, e kemi dërguar dhe zyrtarisht. Zoti Gazmendbardhi e ka dërguar zyrtarisht shkallëzimin penal shumë muaj përpara, në 2024, pra duke i dhënë informacione të mjaftueshme Spakut dhe drejtësisë që të vepronte edhe para zgjedhjeve. Pra, ku është Rama në këtë skemë? A ishin bashkë, mendoni juve që tenderi 140.000 që u tenderua dhe ju dha kompanisë Gjoka, a mendoni ju që Belinda Balluku dhe kishte anulluar pa okej Ramos? Për ta a mendoni ju dhe një pyetje fundit, a mendoni ju që 190 milionë, jo, 100 në kuadër të pyetjes që juve më bën, që tenderimi i dytë dy kompanive turke ju dha pa dijenin e Edi Ramës? Po, dakord. Mirë, me gjitha këto që ju parashtroni. Po, tani qëndrojmë pak te Rama, tek Balluku, tek qeveria, tek Rama 4. Një tjetër zëvendës kryeministër. Ju thatë pak më parë që Rama e ka zakon lëshon. E para, në këndvështrimin tuaj e ka lëshuar tashmë Ballukun? Dhe e dyta, kjo situatë sa e fut në vështirësi kreun e qeverisë? Çfarë shihni ju dhe çfarë ndjeni ju si pjesë e politikës dhe ata që Rama ka përballë? Pse Belinda Balluku sërish po vijon të trajtohet me preferencë? Fakti që nuk ka një dorëheqje thoni, apo që nuk ka një shkarkim? E para nga ana e Spakut, sepse raste të tjera shumë të ngjashme ose kanë një masë shumë shtrënguese. Pra Belinda Balluku u tha që dje mbas dite, me një herë mbas doli nga Spaku, vajti tek Edi Rama. Dolën edhe foto, që u publikuan foto, që ajo vajti te Edi Rama që t'i falej Edi Ramos, i cili thuhet që i ka kërkuar dorëheqje, po kjo nuk e ka pranuar. Pse? Për zhvillimet e djeshme flisni. Sigurisht. Pra, si mund të hetohet, të tilla edhe për ditë më përpara. Si mund të hetohet një person i cili ka një akuzë për 190 milion, njëra prej akuzave, sepse ajo ka një mal me akuzat të paktën të zyrtarizuara nga ana Partisë Demokratike, dhe Spaku ka informacion voluminoz, gjykoj unë. Pra, a mundet që një person të jetë në arrest me burg, apo arrest shtëpie, për akuza shumë më të vogla se kjo e Belinda Ballukut, për faktin sepse është frika që mund të shkatroj provat, që mund të largohet nga vendi, pra të mos përballet me drejtësinë. Në ndërkohë që e lejon Belinda Ballukun, pra Edi Rama po vijon ta mbaj, ta mbështesi edhe pak, derisa të gjej një zgjidhje që ati të mos i rëndoj shumë politikisht Edi Ramës. A duhet ta kishte shkarkuar? Këtu bëni automatikisht lidhjen e Ramës me Spakun, thoni ju? Se Spaku po vepron sipas Ramës? A duhet ishte shkarkuar? A duhet një person me këtë akuzë kaq të rëndë? Po ka dy gjëra. Të çlirohej, të shkarkohej? Një moment, vetëm ta kapim pak me radhë. Kur thoni që po veprohet në formë preferenciale për Ballukun, e keni këtu fjalën për Spakun dhe e lëm pak më janë Ramën. Zonja Vokshi, ju jeni për vendime ekstreme, e kam fjalën këtu arrest me burg gjithmonë dhe këtu flas për në përgjithësi, sepse kemi folur, kemi komentuar bashkë rastin e Zotit Meta, rastin e Veliajt, rasti i Berishës. Jeni për këto format ekstreme të marrjes vendimit? Jo, unë jam për formën e vënies së drejtësisë. Cila do formë, po tjetë
një standard për të gjithë. Jo për Belindër një standard tjetër, vijon zëvendës kryeministre që ka shumë mundësi për të shkatruar provat, sepse je prap zëvendës kryeministre, numri 2 i qeverisë. Në ndërkohë që të hënë në thirrën varësit e Belinda Ballukut. Kështu paktën kemi informacionin. Pra, a mundet të ndikojë ajo? Do vazhdoni ta kërkoni dorëheqjen e Ballukut si opozitë? Ajo duhet ishte shkarkuar. Jo dorëheqje që që kemi kërkuar, vazhdojmë ta kërkojmë. Po Edi Rama duhet ta kishte shkarkuar, ta kishte liruar nga detyra, ta vërë, meqense tha drejtësia ka punën e vet. Po shumë mirë, pra atëherë vëre në të njëjtat pozita si të tjerët Belinda Ballukun para drejtësisë, pa imunitet, pa mbrojtje, pa funksione, pa mundësi për të shkatruar provat apo për të ndikuar tek dëshmitarët. Pra, a ka mundësi Belinda Balluku për të ndikuar? Tjetra pastaj, ju e pat manovrat që po bën Belinda Balluku. Cila? Ka marrë avokate, motrën e vet që ka qenë kreu i Komisionit të Apelimit të Vettingut. Pse? Sepse do që të largoj prokurorët e çështjes të cilët, siç edhe jemi të informuar, apo kanë dalë publikisht disa informacione, që unë mendoj që janë informacione të rënda për presionin, apo kërcënimet që janë bërë jo vetëm politikisht prokurorëve të çështjes, por edhe nga element kriminal. Pikërisht për rastin e Belinda Ballukut, e ka denoncuar edhe zoti Berisha, por e kanë denoncuar edhe persona të tjerë publik. Pra, në këto kushte, a duhet marrë një mas pra, kur kemi tërë këtë, pse janë njësër manovras për të shpëtuar Belinda Ballukun dhe për t'i dhënë një pozicion preferencial. Ne nuk jemi për masa ekstreme. Aq më tepër, edhe nga ana njerëzore, kur bëhet fjalë për një grua, për një nën, patjetër që duhet që futet edhe ky element, po nga ana tjetër, a duhet funksionojë drejtësia? Edhe një pyetje për zonjën Balluku, e qartë e kuptova. Për ato që ka preferencë Edi Rama, duhet t'i lëmë në pozicione shumë të larta, të shkatrojnë provat, dhe të tjerët pastaj që i krijojnë rrezik pushtetit politik të Edi Ramës, të shkojnë në burg, të shkojnë në arrest shtëpie. Edhe diçka për zonjën Balluku, opozita, e qartë. Është një piramidë, opozita do të jetë një emër Edi Rama në parlament. Dhe kemi parë vetë kryeministri nuk është se ka qenë në një pranisëm në seancat plenare, nuk do të shohim vijimet se si do të jenë zonja Balluku po ashtu. Kjo është për shkak edhe të vizitave zyrtare jashtë vendit apo aktivitete tjera që ne kemi ndjekur. Pjesa e jetës parlamentare, opozita, kërkesa e llogarisë, si do të jetë? Si mendoni sa kokfort do të jetë opozita përballë kësaj situate me zëvendës kryeministren? Do ta ketë ajo të vështirë nga ana e opozitës apo do të ketë një formë komoditeti? Neve s'kemi qenë asnjëherë në heshtje përballë të gjitha aferave korruptive të zëvendës kryeministres. Nuk kemi qenë asnjëherë të heshtur përballë standardeve të dy fishta të shumë fishta të drejtësisë. Nuk kemi qenë asnjëherë të heshtur përballë aferave të Edi Ramës, se në fakt Belinda është thjesht një individ, po mbas secilit prej këtyre individëve është emri i Edi Ramës e përsëris. Edi Rama nuk e shkarkon dot Belinda Ballukun sepse ajo është në dijeni të shumë më tepër aferave që është në dijeni Erion Veliaj. Erion Veliaj e pësoi. Para e lëshoj Erion Veliaj, para Belinda Balluku do e lëshoj. Të njëjtin fat do ketë edhe Belinda dhe çdo kush tjetër. Thjesht për të mbrojtur atë karriken dhe pushtetin politik Edi Rama. Por kjo është arsyeja që nuk po e shkarkon, sepse Belinda Balluku. E kuptova, pjesa e opozitës ju pyeta. Pra neve kemi bërë, kush është roli e opozitës? Të denoncojë aferat. Është dyshe, në këtë aferë është dyshja Edi Rama, Belinda Balluku. Bërë afera, e rënë dakord në Turqi kur kanë qenë të dy bashkë, e denoncuar nga një dëshmitar okular në këtë takim. Me përsëritje, sepse kemi shumë gjëra tjera për të folur. Jo, nuk është përsëritje, po them që nuk e shkarkon dot Edi Rama, sepse Belinda Balluku di shumë për Edi Ramën dhe aferat e tij. Atëherë, prisni seanca me tension, intensive, që kanë kërkesë llogarie, të veproj me një standard për të gjithë.
Opozita do vazhdoj të denoncoj siç e ka denoncuar këtë rast të Belinda Ballukut, siç ka denoncuar krime të tjera elektorale po marrë të fundit, siç ka denoncuar aferën e inceneratorëve dhe neve nuk do të qëndrojmë në heshtje kur po kjo drejtësi bëhet mburoj e shumë vjedhjeve, grabitjeve. Dhe pse e them këtë? Nuk mundet drejtësia që të dënoj hajdutët, grabitësit e pasurive miliona, qindra milion, apo të aferave korruptive me qindra milion, 10 milion euro, dhe të dënohen me 1 vit. E qartë. Pra, duhet të shkojë te sekuestrimi pasurive që këto mos ta gëzojnë, mos të bëjnë 1 vit si rasti i Sajmir Tahirit, të bëjnë 1 vit e 7 muaj, dhe pastaj të dalin të gëzojnë ato pasuri që e kanë vjedhur këtij populli. E qartë. Kalojmë pak tek pjesa janë taks e padukshme që rëndojnë në kurrizin e qytetarëve. Ajo që neve do vazhdojmë të ngrem zërin për të gjitha aferat që të cilat nuk po ndëshkohen. A e dini ju që Ogerta Manasiliu ka disa kallëzime penale, e kam bërë vetë personalisht dhe është jo vetëm drejtuese, ka qenë drejtuese në Tiranës, po tani është kandidatja e Partisë Socialiste. Mirë, flasim pak tani për Veliajnë, zonja Vokshi. Fjala e Veliajt, si ju duk dje? Në gjykatën kushtetuese përballë trupës gjyqtarëve, mendoj që mund të ishte diçka më shumë në minutazh, por ishte e përmbledhur, e pat një fjalim emocional, fjalim si ke konkludoni ju? Nisit, e di si është puna kur pushteti, si që është pushteti Edi Ramës, ngrihet mbi frikën, mbi korrupsionin, mbi kërcënimet për kallëzim aferash, apo për kallëzim të njëri tjetrit. Ky pushtet fillon edhe i han ato bijtë e tij. Pra, secili prej këtyre, Erion Velia ka vënë jo një gur në piramidën e pushtetit, të gjithë pushtetit të Edi Ramës. E mbani mend Erion Velin, retorikën e Erion Velis, dhe në mendimin tim, Erion Veliaj është në burg jo për aferat e duhura. Erion Veliaj është në burg për disa shpenzime që nuk i ka të justifikuara, po unë nuk di që t'jetë duke u hetuar për inceneratorin e Tiranës. Nuk di që t'jetë duke u hetuar për lejet... Mirë, po, luta me pyetjet që ju bëj. E kapim pak, se tjetër ishte pyetja, se i bjetës gjatemi shumë. Jo, ajo që unë po them është që Erion Veliaj ka vënë gur në këtë pushtet që tani po e han. A mendoni ju që ato pak muajt në burg, e bën Erion Velin mbrojtës të demokracisë, mbrojtës të zërit të qytetarëve, kur ka qenë Erion Velia, i cili ka abuzuar me fondet e arsimit, i cili ka abuzuar me fondet e ujësjellësit, i cili ka abuzuar me fondet e shkollave, i cili ka abuzuar me lejet e ndërtimit, dhe sot fëmijët tanë ajrin që thithin e kanë helmues prej Erion Velia. Tani, Erion Veliaj me pranga në gjykatën kushtetuese, natyrisht procedura standarde e protokollit që ndiqet, por ju pyeta si ju duk në rast të parë. Pra, kemi rastin e Beqir Ballukut dhe historia përsëritet te Belinda Balluku. Është si Kadria Zbiu, rasti Erion Velia, të kupton historia përsëritet, që ata që e ngren këtë pushtet vën gur, heshtin, kur të tjerët ngren zërin për drejtësi, për demokraci, për shtet ligjor dhe rend kushtetues, tashti ngren zërin kur e psojnë vetë. Pati një formë mesazhi për të tillë të aty, si e pat ju? Si ju duk ai mesazh në fjalën e Veliajt? Do lutem për jutha, diçka e tillë. Nuk e kam ndjekur, sepse kam qenë në takime, nuk e kam ndjekur vetëm një pjesë të fjalimit të Erion Velis, por ky është mendimi që kam unë. Pushteti që ti i vë gurët dhe hesht, kur të tjerët persekutohen, kur të tjerët dënohen, kur të tjerët arrestohen, kur liderët e opozitës arrestohen dhe nuk lejohen që të bëjnë fushat, kur qytetarët që ngren zërin dëshkohen nga Erion Velia, dhe tani ky pushtet që ti ke ngritur, ke vënë gur, po të kthehet. Mendoni se do të hapet rruga zgjedhjeve për Tiranën, sepse javën tjetër ka zgjedhje, por për bashkitë e tjera, Tirana jo, sepse është ky ngërçi i cili pritet të zgjidhet apo jo. Velia i kërkon që të jetë në fuqi si kryetar i bashkisë së Tiranës. Çfarë mendoni se do të marrë vendim gjykata kushtetuese? Përveç asaj që unë thash për Erion Velis, që është një nga figurat më të korruptuara, më abuzive me pushtetin, me postin e tij gjatë
që kur ka qenë ministër dhe pastaj kryetare bashkie, unë e kam denoncuar personalisht, më ka paditur pse unë kam denoncuar zyrtarisht me fakte, me prova, jam në gjykat me Erion Velin. Por i ka ndodhur në këtë rast një padrejtësi. Pra, është prap ai sistemi që funksionon me urdhër të Edi Ramës, në ndërkohë që Erion Velia e ka dërguar një ankesë në gjykatë kushtetuese për shkarkimin e tij të palishëm dhe antikushtetues, ti ke presidenti që dekreton zgjedhjet në Tiranë. Pra ty të shkatroj, ke shkatrimin e rendit, ke një puç kushtetues, shkatrimin e rendit kushtetues. Pra në këtë rast, ati është bërë një padrejtësi, po vetëm te padrejtësia vet ai fillon ngren zërin vetëm kur e shef atë interesin e vet personal, jo interesin e qytetarëve. Pra Erion Velia nuk mund të flasin në emër të atyre votuesve. Ju si mendoni, do të ketë Tirana zgjedhje shumë shpejt? Jemi në një atëherë kur Rama të bindet, do ke zgjedhje kur Rama të bindet? Ta mbaroj pyetjen. Janë kandidatët Binaj përballë Manastirliu, sondazhet tregojnë një rritje shumë të mirë të Binajt në sondazhe, madje deri diku duket sikur Rama është në disa pozicione jo fort komode për të shkuar në zgjedhje për Tiranën. Në rast se jemi përballë një date zgjedhjesh për Tiranën, opozita është gati plotësisht dhe mendoni se pse jo mund të jetë dhe fitues Binaj? Po bazohem në sondazhet e fundit, pra ajo që neve si opozitë ka një rritje, po. Ajo si ne, ky është në fakt edhe dallimi midis opozitës dhe majorancës. Majoranca, unë e përmenda edhe pak më përpara, ka vënë një kandidate e cila ka disa çështje për korrupsion, për abuzim, për tenderat sekret gjatë Covidit, për check-upin, për sterilizimin, për tenderat me barnat e tjera. Pra, ke një kandidate e cila thjesht është një igur tjetër në ato piramidën e pushtetit e Edi Ramës dhe një person që Edi Rama do vijoj ta shfrytëzoj, jo në kuptimin fizik të fjalës, për të mbajtur si pronë të ti edhe Bashkinë e Tiranës. Në ndërkohë që opozita ka dëgjuar zërin e qytetarëve dhe prandaj vendosi që t'i bashkojë dhe të mbështeste një kandidat të pavarur. Pse? Sepse neve, jo se kishim plot figura politike, por qytetarët kërkonin një figurë përbashkuese e gjithë faktorëve opozitar dhe Flor Binaj e ka bërë këtë, po bërë një fushat fantastike, ne kam ndjekur nga larg, jo nga afër, po bërë një fushat fantastike duke dëgjuar qytetarëve. Pra Florian Binaj jo vetëm që është i ndershëm, jo vetëm që është një arkitekt që do t'i sjellë Tiranës, mendoj unë, dhe vizionin e tij dhe të ekspertëve më të mirë të arkitekturës dhe urbanistik për t'i dhënë Tiranës pak frymëmarrje. Ju mendoni se do të arrihet bashkia në dorët e opozitës në këtë rast? Shifni sondazhet. Sondazhet e fundit dëshmojnë që janë në mos më mirë Florian Binaj, po janë aty dhe unë gjykoj, nuk dua që të akuzoj gjykatën kushtetuese, por nuk dua të besoj që është vetë Edi Rama që po e shtyn sepse ai nuk është i bindur. Pra Edi Rama do që çdo zgjedhje të shkojë tek rezultati që ai ka në mendje të tij. Pra ai nuk është i bindur që fiton Bashkinë Tiranë dhe prandaj edhe po e shtyn në kalendar. Është më tepër forca e kandidatit, forca e opozitës apo të dyja bashkë? Kur keni këtë bindje që mund të ndodhi një fitore? Tani unë them që tani janë bashkuar të gjithë faktorët. Opozita bashkohet në mbështetjen e një kandidati që ka ardhur si zëri i qytetarëve, po dëgjon qytetarët dhe jam e bindur që Flor Binaj do mund të transmetoj të gjitha problematikat që po dëgjon këto muaj. E kemi parë që ai është munduar dhe kur ka qenë tek Piranjat ka bërë punën e tij duke zgjidhur jo pak, po shumë e shumë. Pra ai është një vijim i punës së viteve të fundit që duke dëgjuar problematika dhe zërin që institucionet nuk e zgjidhnin, është munduar që t'i zgjidhë, ka denoncuar, ka bërë denoncime pafund, pa frikë. Ju do të angazhoheni në këtë fushat? Patjetër, që kemi filluar punën, po angazhohemi, jo më larg se dje kam pasur takime në disa deg të Tiranës ku unë jam caktuar. Pra ka një organizim në opozita për ndarje detyrash? Do kesh një gjë parasysh Nisit, neve do bëj punën tonë, po nga ana tjetër nuk ka zgjedhje në Tiranë, as në asnjë vend. E vërtetoi raporti OSBE-Odirit, tha partia shtet. Keq përdor çdo burim, shto këtu edhe patronazhimin që e ka të përmendur, shto këtu edhe bandat kriminale. Por ajo që unë një thirrje dua t'i bëj gjithë qytetarëve,
që është vetëm reagimi i qytetarëve që besojnë te vota e lirë që mund të arrëzoj këtë pushtet. Dhe kjo është thirrja që unë i bëj gjithsecilit, ka ardhur momenti të reagojmë, të mos heshtim dhe të reagojmë vetëm kur vjen tek shtëpia jonë. Po atëherë kur ne kemi mundësi që të sigurojmë kushte për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Dhe këto zgjedhje të përcaktojmë kryetarin e bashkisë, kryetarin e shtetit e kështu me radhë. Shumë faleminderit zonja Vokshi për bisedën. Faleminderit juve dhe ditë mbar uroj. Përfundon biseda me zonjën Vokshi, deputet e Partisë Demokratike, folëm për zhvillimet kryefjale të javës. Ne mbritëm në fund. Në këto momente do tjetë rubrika nga Marseli, teksa ka qënë seanca plenare për gjatë javës. Me mikrofonin e tij është drejtuar shumë deputetve me një pyetje interesante. Ndjek. Sot kemi ardhë në mision, si agent kundër zbulimi. Do zbulojmë grupin armisor. Kush është ai që ja fut këtyre të PS-s? Do i çu gjithë SPAK. S'ka mundësi. Këta bëjnë shtet, ata duan t'i rrëzojnë me duke qenë SPAK. Prandaj jam kështu që mos më shohin. Sa më çiçe. Faleminderit. Me qilin sy e peti, more. Me këta me gjam, apo me atë pa gjam? Me këtë me gjam. Edhe ju jeni gjithmonë mirë, unë sot jam mirë. Të nxjerrë gjithmonë të 24, a? Mu ma fuse çfarë do bëj. Të godin çdo ditë është histori. E vërtet kjo. E vërtet, sidomos çdo tente. Më mirë, nuk jam kondra, nuk jam kondra. Duke fol. Mbaj mend kur mos ta heqë telefonin fare. Mëngjesie. Pak fare. E me si më thotë mirë mëngjes, more. Biletata më thotë mërdhëm. Yes. E kam në zyrë, pa e dia unë që punoja. E kapja, e të rriqja zvarë, e qoja në shtëpi, e fusja... Nese. Do thonë pasaj që shfrytëzoj postin, nese. Mëngjes tash, mëngjes thuhet, në çfarë kemi bërë? Si mund të shohë një njëri të si Nikola, vetëm se, unë ishe duke shkruajti mesazh, nuk pyet më fal. S'pa shumë aty, fare. Por e ngeli të shkruaj gjithë SPAK. Kush ju çon SPAK më vëlla? Kush është duke ja fut? Po mirë, pse do më tallë gjithë kohës më vëlla? Kush po tallë? Avase, s'puno vetëm ti, jo. Të tërë punojmë. Kjo punë arritin e në bëri kaq, kështu që... Ditë mbarë e ke bërë zakon, të uroj ditë mbarë dhe ty. Edhe ju zakon dhe unë, a bëjmë punën? A bëjmë punën, apo jo? Por do ta gjejmë grupin armisor sot ne apo? Si ta bëjmë? Ky se di vetë pse është këtu. Gjeta dhon me kë më fol. Sandri po se martuan tjerë të... Në vëndu Moroka për mbet. Sandri ti thonë ndeja, ju shkon ndej. Hajde këtu, e marrin për dorë. Sinqera ato që them unë, nuk kështu që lëra. Do ta bësh vetë montazhin kësaj here. Po jo, nuk të përgjigjem më. Kësaj here vetë montazh. Të përgjigjem më. Por ne po kërkoj montazhier. Nuk ke liri editoriale. Si ka mundësi që ju nuk PS-s ke- gjithë në SPAK, kush ju a fut më vëlla, kush është armiku i brendshëm? Nuk ke liri editoriale. Po s'mdalin minutat më vëlla, flet shumë. Ke liri, çfarë them? I shikoj kur gjithë shkallët e pallatit. Fape, flutur. Edhe gjithë pallati dritë të bëhet që ju baftë, mamaja ju baftë. Ma dërgo e transmetoj. Jo, po, Jo, nuk jam në orën ju, prandaj. A mund më lëse bëj pa display. Si ka mundësi më të gjithë PS-s në SPAK, kush ju a fut më? Kush është grupi armisor? Do ta zgjidhim këtë punë apo si ka mundësi që më shumë ju të PS-s po shkoni drejt SPAK-ut? Mos kanë një që dojmë ju bë dëm. Po disa jeni bopë. Me kryetar bashkie, me ku keni humb numrimin? Më fal, një pyetje, më fal. Mos ka një grup armisor që po ja bën këtë keqe? Jam për të të ndihmuar, më dëgjoj. Je i çik von faktikisht. Jam i çik në vend. Isha stresej që ne jo nga rroga se. Ashtu e thot ligji po. Por si. Lipëm ka vend dhe orar pritje atje. Vetëm ne mos lëvizim nga vendi, pa tjerët atje le ta drejtin atë zinxhirin si duan. Edhe vina e 5 ditë rrogë. Mund të Partisë Socialiste janë në SPAK. Mos është duke ja fut njëri. Mos ju ka njëri i nat. Ata bëjun këtë investigimin tim dhe flasin kur dalësh? Dakord, ha? Okej. E vetme që bashkëpunoj, gjithëshu ja pas marrë vesh. Ja, ajo lufton brenda, ne luftojmë jashtë. Ne nuk friksohemi, ne jemi gati, në këmbë, si një trup. Sa isha duke e kap?
u fut mren. Grupi armiqësor, u fut brenda grupi armiqësor. Ju kam thënë, më bëni deputet t'ju zgjidh hallin. E kemi brenda. Gjithsesi, sot ju kam sjell prokuror, krye prokuror, nuk del njëri nga aty pa e zbulu kush ju ato të keqen. Ishte emisioni për këtë çtund të nderuar shikues, mund të na ndiqni në ritransmetim sot në mbrëmje pas orës 23, nesër në mëngjes gjithashtu, por po kështu mund të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, në Facebook, jemi në Instagram gjithashtu, sikurse edhe në kanalin ton zyrtar në YouTube, News 24 Albania, aty gjeni dhe emisionin kjo javë. Në balkanu.com për çdo informacion të minutës së fundit. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, më ru takofshim të premten e ardhshme.